Tarifat e reja të energjisë elektrike nga 1 maj kanë hyrë në fuqi. Tarifa këto që do pësojnë ndryshimet e biznesit të mëdha që kanë mbi 50 punëtor e më shumë se 10 milion euro qarkullim. Ani pse Kesko ka bërë thirrje për bizneset e vogla që të aplikojnë për furnizim me tarifa të rregulluara, për këtë ende nuk kanë dëgjuar pronarët e bizneseve. Po, s'pari unë nuk e di që ka qenë diçka për me apliku për rrymë ne si biznese, nuk jam informu. Rryma është një problem që nuk është tek ne bizneset, nuk është tu diskutu, se kemi probleme tjera, do me thonë probleme tjera që shteti nuk është formu, na kena mbet shumë keq. Rryma është mu më duket se, jo mu për neve na duket se është një ngritje globale, ngrit botën, jo veç në Kosovë. Megjithatë, pronarja e këtij biznesi thotë se së shpejti do të aplikojë. Aplikoj edhe pse s'është çështje kështu primare, se si thash bizneset i kanë punë kërkaheq. S'flas për veten, flasim për gjithësi për bizneset, s'është menduar asnjëherë askush. E detaje për këtë çështje ka dhënë zëdhënësja e Keskos, që është furnizues me shërbim universal në Kosovë dhe ofron energji elektrike me tarifa të rregulluara nga ZRI. Me tarifat rregulluara nuk kuptohet tarifat të cilat përcaktohen nga zyra e rregullatorit për bizneset e vogla dhe për konsumatorët anvisnis. Rrjedhimisht janë këto tarifa me të cilat konsumatorët vetë se furnizohen në këtë periudhë. Për këtë arsye ne kemi vazhduar akoma fazën e aplikimit për bizneset të cilat nuk i kanë as 50 punëtor e as 10 milion euro qarkullim, mënyrë që me vazhdu furnizimin me tarifa të rregulluara në Kesko. Rushiti madje bëri thirrje që bizneset të aplikojnë për këtë shërbim. Aplikimi është shumë i thjeshtë, bëhet online përmes web faqes së Keskos dhe kërkohet vetëm numri unik i certifikatës së biznesit edhe shifra e konsumatorit të energjisë elektrike. Rrjedhimisht nuk ju merr më shumë se sa 5 minuta. Për këtë arsye, të gjithë bizneset të cilat dëshirojnë të furnizohen me tarifa të rregulluara në Kesko duhet të aplikojnë deri më datën 16 maj. Të gjitha ato biznese që nuk aplikojnë deri me datën 16 maj në Kesko do të dalin në treg të hapur që nga data 1 qershor e njëkohësisht do ju ndërpritet furnizimi me këtë operator.